Nga në njerës histori se qysh Suzana Qerkini, gjyqtarja në Kosovë, pas ka vendosur më dënu me 300 euro ose burgim 3 vjet nëse se paguaj gjobën. Nuk ju mdal mua në ku për 300 euro, se shpis ku më bo me tu, ama po du, po vjeni nati far pa drejtësie. Ju më konë Kosovë një anar, edhe ju më shku me një far bazeni Suesë tërke, për Miloshev, rrugës për Mitrovic, aty shkum kushtet ishin kanë që atë natë katastrofë, shumë ftafti shkon. Kina najt një gjysore, unë se kum përdor as natë mlaj se kina përdor bazenin, nipja me dhe fëmija, ata vesh kanë këcy, se kanë këqyr ata fëmija, është ftafta nxet, kur afrum na e pom që si aty rani me himulo, edhe njerës që kena to anë këshin, te për u i ftaft. I kalzum atina që ishtu punu aty se mur parasysh sheq se interesojke, edhe dolem thashun se paguj këtu 100 euro, shembull, për çka kur në sulova as kur gjej se përdora pishinën. Ku më lajmëru polici, tash, okej, lajmërona polici, motra e me la numrin sonë skeshat Kosovës, edhe thirrë policia, jeni të akuzum për vjedhje, para menu, edhe i kalzoj motra e për çka, jo, tha se, unë tha shkaj tash para menu, ti polici për shkaj ke aty për çdo natë, ta me abon i thonë shkaj aty për çdo natë, ta ujë, gjithë është i nxehtë, është i mirë. Ta shpikun anë me prit, shembull drejtësi, pishatina që shkon aty rreth me ta non stopa, edhe e paguajna, jepin të sen e fal. Po nejse, që apo vini navës të shembull për gjyqtarës, e cila as s'ka thirë shembull motrën te me vetë për çka, ose qysh, veç ja ka bon mere, i ka thonë asistentit vetë e kanë thirë, hajde mere denimin edhe ditën e mirë bëfsh. Se kam për veti, po çfarë pa drejtësie shembull, se ka plot njerëz që e hajnë qyshtët. Kosovë bën spatet njafshëm, edhe s'ke i fort, s'ta kanë nanën kërkush hiç. Gjithmonë kime kanë i shkelur.